Ardian Ismaili është kthyer në një objektiv të Udinezës në këtë fazë të merkatos së verës. Klubi friulian po kërkon të përforcojë repartin e mbrojtjes pas largimit të Thomas Christensen drejt Atalantës dhe ka piketuar mbrojtësin shqiptar të Torino si një nga alternativat kryesore. Sipas raportimeve nga Sky Sport, Udinese ka nisur të interesohet konkretisht për Ismailin dhe pritet të hapë së shpejti bisedimet me Torinon për të vlerësuar mundësinë e transferimit. Mbrojtësi 30 vjeçar është një futbollist me eksperiencë në Serie A dhe shihet si një përforcim i gatshëm për trenerin Costa Runjaic. Në Torino, megjithatë, situata e tij ka ndryshuar pas afrimeve të fundit të Pietro Comuzos dhe Comert, ndërsa Saul Coco vjen të jetë pjesë e planeve të trenerit Abate. Për momentin, Ismaili nuk konsiderohet i paprekshëm nga Torino, sidomos nëse mbërrin një ofertë të kënaqshme. Megjithatë, largimi i tij nuk është një çështje e thjeshtë, pse skuadra torineze ka nevojë për alternativa në qendër të mbrojtjes. Nëse transferimi realizohet, Ismaili do të gjente te Udinese një mundësi për të pasur më shumë minuta dhe një rol më të rëndësishëm në skuadër. Për momentin, tratativa është ende në fazat e para. Për mbrojtësi shqiptar është një nga emrat e preferuar të Udineses për të zëvendësuar Christensen. 3 skuadra ka provuar Ardian Ismaili deri më tani në Serie A. Mbrojtësi kombëtares u transferua fillimisht në vitin 2020 duke firmosur me Specian, para se të kalonte te Empoli e më vonë me Torinon. Më parë, ai ka luajtur në Kroaci. Cristian Aslani mund të largohet sërish nga Interi, teksa Monza ka nisur kontaktet e para me klubin zikaltër për mesfushorin shqiptar. Interesi i klubit të Brianzol vjen pas dëmtimit të kapitenit Matteo Pessina, i cili pritet të mungojë rreth 3 muaj. Aslani shihet si një alternativë për mesfushën dhe një profil që mund të përshtatet ideve të trajnerit Ivan Juric. Mes dy klubeve nuk ka ende një marrëveshje, ndërsa bisedimet janë në fazat fillestare. Interi është i gatshëm të vlerësojë ofertat për Aslanin, pasi shqiptari nuk bën pjesë në planet e klubit për sezonin e ri. I transferuar te Interi nga Empoli me pritshmëritë për të shndruar në pasuesin e Hakan Çalhanoğlu't, Aslani nuk arriti të sigurojë një rol të rëndësishëm në skuadrën zikaltër. Sezonin e kaluar ai luajti fillimisht në Huazim të Torino dhe më pas të Beshiktashi, ku zhvilloi 14 ndeshje në kampionat me 2 gola dhe 2 asist. Sipas Fabrizio Romano, pista Monza ekziston, por nuk është ende një tratativë avancuar. E ardhmja e Aslanit pritet të vendoset në ditët e fundit të merkatos me mesfushorin shqiptar që kërkon një skuadër ku të ketë më shumë hapësira dhe të rikthehet protagonist në Serie A. Nëse marrëveshja me Monzën konkretizohet, Aslani do të kishte mundësinë të niste një kapitull të ri në Itali, ndërsa Interi do të zgjidhte përfundimisht situatën e tij. Një nga emrat më të kërkuar në merkaton e futbollistëve në ditët e fundit të gushtit në Serie B është padyshim Silvio Mercai. Sulmuesi shqiptar ka një kontratë me Sud Tirol deri në verën e vitit të ardhshëm, dhe pas formës që ka treguar në edicionin e kaluar, duket se ka tërhequr vëmendjen e emrave më të njohur. Sipas mediave italiane, janë skuadrat e Vicenzës, Pisës, Mantovës, Veronës, Padovës dhe Beneventos, të cilat kanë shfaqur interes konkret për të dhe kanë nisur negociatat si me futbollistin, ashtu edhe me vetë klubin që zotëron kartonin. Sud Tirol raportohet se i ka vendosur çmimin 1 milion euro kartonit të tij, për ta lënë të largohet në ditët e fundit të merkatos, nëse gjendet akordi me cilin do nga pretendentët për të siguruar shërbimet e Mercait. Ky i fundit, disa vite më parë, mund të përfundonte edhe në superiore, pasi kishte spikatur me fanelen e Virtus Enteles në Serie C. Partizani pa të bërë një ofertë sulmuesit, por në fund ai e refuzoi duke qëndruar në Itali. Sulmuesi shqiptar Enis Rexhepi rrëmbeu skenën me Stuttgart U19, teksa arriti të realizonte plot 5 gola në transfert ndaj Bayern Munich U19. Paraqitje fenomenale për 18 vjeçarin shqiptar, i cili është pjesë e kombëtares U19, ku është aktivizuar 3 ndeshje dhe ka shënuar 1 gol me fanellën kuqezi. Në përballjen ndaj Bayernit U19, Rexhepi shënoi 5 herë në minutat 19, 28, 35, 42 dhe 50, duke magjepsur të gjithë të pranishmit dhe jo vetëm. Ky duel ishte i vlefshëm për javën e 3 të kampionatit. Stuttgarti momentalisht mban vendin e parë, ndërsa Bayerni renditet në vendin e dytë.